Shumë vjen mirë. Vjen mirë që minus 27 gradë ftoft kur e keni varros Rrogovën. Qëtu i keni njerëz që ja u kanë lënë midhaj. Ku i keni pas gardën kombëtar atë? Ku i keni marrë? A din? Ku është Agim Çeku, komandanti? Le të fol. Çu në urë, thuje. Qa ke thonë atë? Çu thuje, hapën. Thuje publikisht. Mos fyni këto. Kësha një recesiv, më dëgjone njeri tjetërit se të ka drejtë. Jo, imran me emna që doni me fol për atë punë. Nuk është të lashe. Nuk kam kur gjohë kondër qëti njeri. Por nuk është president i unitetit. Jo për thoni do të zgjedhin president, po jo historik. Zgjedhin e president. Keni mu ballafaqu prapë me popull. Sa kemi dhonë tokë, po thojnë livadet private. Nuk është të lashe livadet private. Kryeministër, ish kryeministër. Kom dhonë edhe vllazën, jepim prapë kohë nevoja për këtë vend, po nuk o lufta për teritoret private. Gabim e ki nëse me ndonë ashtu, nëse donë ashtu atë tokën e babës të jepin, Goxhan. E nëse jam qaqi pasu, në kom gjitha teritor tokë. Marën men, 8.800 hektarë po flasim. As për ju vje marrë me thonë që tokë, ara më shëradinej. Pe mbron livavim. Nuk është dhe vërtet, keni në shkru gabim. Pra nëne, qua kem thuj Shqip, se një qanena, qunu deputet duka gjinit, ka zoni që qaj teritor, kulla e zhlepi do konë kufini, qokori do konë kufini, kusht vra, baba Ibrahim Rugov, suk Rugova, thune me zonë, mështë ju vje marë, nuk po thot kur kush më se voton jashim thashin, voton është lirë, pse nuk e bendet listën serb s'ka me e transformu, thësa ka në ushtëri, adem një konë kryesi, kryetari kuvenit një konë kryesi, hapon e kom veti Smet Beqirin, a i një marrë vesh me listën serb s'ka për me transformu FSK-n forcat armatosura. I njëjti njerë që donë më bo president, thojke, pengesat e opozitës nuk bejlojnë më bo ushtëri. Nuk ka shtet pa ushtëri. Nuk ka shtet, nuk jemi shtet, gabim e keni, thuni s'ka doni. S'ka i ofrut listës serb, s'ka sot që erdhe në salë. E di, ma mërmenja, ofroni prap lokuma. Keni thonë, gjykata speciale është e mirë për Kosovën. I kemi torturu miletin tanë, të folë gjithë ditën e gatë. Sot, gjysën e shokëve tanë që i kemi pas qëtu, bashkëftarë tanë, Rafet e Denmir, i kemi në burg, me Sylen, me Samin, me vllaznit Kiqina, Ren, Drenic. Jo po thoni do të athirin poplin me manifestu, më gëzu se po zgjedhet president Hashim Thaçi. Nuk është të lashe, tërne. Po je di që jetu e festu, shko festu dhe pyete Samin, që është të festu, se ajtë kalxan. Tek e funit. Nuk është fundi botës a nëse zgjedhet Hashim Thaçi president. Por manen men, kur nuk ka me konë president i unitetit kombëtar. Kur nuk ka me konë president i popullit Kosovës, ka me konë president i këtij koalicioni. Dhe ju si deputet, që shdo që e keni vendosmi a qitë vodhen. Manen men edhe një sen. Jeni ka e shkatroni venin. Jeni të e fundos. Falni plot, nuk na keni dërzua latë CV, po niva qarë CV e keni shkru për kandidat për president. Mos janë noni kurorën për të nore, se e keni gabim. I njëjti njeri, mundet me qeverisë Kosovën për 2 mandate. Nuk i duhet sa në Hashim Thaçit, sot posti i presidentit, kur masa sot është mush sheshi kundër një individi. Kush do koftaj? Po i një edhe diplomat ndërkombëtar që po thojnë dhuna. Le ta dinë edhe këta zotnit, këtu që janë prezent. Dhunën kush është një kuvend, se nuk në angut, nuk dashten me një për neve. U mundu me letra, i shkrujtëm asaj nusës kombit, jajaga, me 10 herë, i shkrujtëm kryeministrit, i shkrujtëm zavendës kryeministrit, i shkrujtëm ministrit punëve të mbrëmshme. As një përgjigje, qoftë edhe një SMS, nuk e kthyn mrapan. Na detyrun me përdor ujë, na detyrun me përdor gaz, na detyrun me dalë në rrugë, na detyrun me marru shotorra, për mi din që kanë bo gabim. Edhe kjo nuk ka lidhje me politikë, sepse tek e funit diplomat vinë shkojnë, veni janë ka me me qëto. Nuk po thamë që ka më këthy Serbia në Kosovë, kur s'ka më këthy Serbia në Kosovë. Se ka hup një herë për gjithmonë me 12 qershor. Jemi vetë dishëm për atë punë, por mos ta instalojmë ligjërisht Serbi në Kosovë. Se ma e fortë Serbia, sot edhe Rusia në Kosovë së në kohën e Miloševićit, për pas që nuk ka tenka. Tek e funit, na duhet me konë vetëdishëm. Tonë duhet me konë vetëdishëm, edhe ju si keni vujt në përburgje, edhe ti Azem, edhe ti Adem, edhe ti
ish ministri punëve të jashtme. Se thatë ka UNESCO, s'ka UNESCO. Kemu antarësu, ka liberalizim, opozita e pengoj liberalizimin, cili ka ai kriter që e pengoj opozitat. Na thojnë to. Rune ma shumë është marë rëndësishëm është uniteti i kombit se sa individi. Falënderit.